Pra ka qenë një vërtet një situatë mjaftë e sikleshme dhe në atë kohë ne kemi punuar shumë ngushtë me ambasadën amerikane, pra me Shtetet e Bashkuara. Pasi ishte problem global, nuk ishte po. Jemi kërcënuar në atë kohë, Zotë Visha? Më fali? Jemi kërcënuar në atë kohë? Padyshim, kur flas kërcënuar, shiko, kërcënimi jo domosdoshmërisht ishte kërcënim shtetëror, po mos harrojmë që ne na shkuan rreth, qindra vetë arritën në atje dhe vetëm në Siri. Ikën në Siri, ku ikën me fëmijët vegjël. Biles përdorin edhe shkolla fetare për të rekrutuar. Ka qenë një moment, veçanërisht në atë kohë. Në atë kohë ka filluar vërtet mass media të ketë fuqinë që ka sot. Mass media kam parasysh, jo televizionet, por mediat online. Dhe ishte vërtet një sfidë shumë e madhe se si të luftohesh kjo punë, se si të parandaloshin gjërat për bile unë kam dëshirë ta them shkurt, këtë çkarazi ka qenë një rast një djali galeri, very bright in English, i cili ishte model, po dhe jetonte në Suedi. Pra kishte profesion modelimin dhe erdhi në Shqipëri, më kujtoj që tash do më ndjejnë printet e tij, po unë s'po përmend emra, më erdhën dhe më thanë që ne kemi problem të madh. Kështu djali ka ardhur me mjekër, është dhe ai ishte martuar në atë kohë ishte martuar me suedeze. Dhe ne kemi shumë problem sepse ai ishte vërtet radikalizuar. Dhe pas gjatë përfundoi në Siri. Unë nuk e di më mbrapa se si ka ndodhur, erdhën kërkuan nëse ka një mundësi që ne të kontaktojmë me të, po ai vetë u zhduk praktikisht. Shkoi në Itali dhe nga Italia pastaj s'u kthye më. Pra ka qenë kohë mjaft vështira. Kur flisnim për siguri, nuk është ishte kjo ishte një kërcënim kolektiv, nuk ishte kërcënim për Shqipërinë, po për shumë vende të rajonit, veçanërisht për ato që kishin tillë si që ishte Kosova në këtë rast, ose Maqedonia, po ashtu kishte, por ndërkohë unë mbaj mend që kishte shumë edhe Italia. Shumë italianë që ikën edhe shkuan në. Pra, ajo ka qenë vërtet një periudhë shumë e vështirë, po edhe shumë e suksesshme për ne, do thosha, sepse bo më të mirën tonë që ne mos kishim kërcënime, dhe ndërkohë, jo mos kishim kërcënime, po mos kishim pasoja për këtyre kërcënimeve, do të thosha më saktë. Kështu që është një periudhë